تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Ne bidhnillahi ta'ala do vazhdojmë me 2 kapitujt të fundit të librit të gjenazeve, dhe kapitulli para fundit është ku thot autori Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah: babun fil bukai ala al-mayyit wal ta'ziya wa ghayri dhalik. Do më thonë kapitulli rreth të çajturit për të vdekurin, ngushëllimin dhe çështje të tjera. Kapitulli do më thonë rreth të çajturit për të vdekurin dhe çështjet e ngushëllimit, dhe po ashtu edhe çështje tjera që ndërlidhen me çështjet e gjenazeve që janë të ngjashme ose të përafërta me këto 2 kapituj. Në hadithin e parë, që është në renditje të këtij libri 553, thot Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah: an Anas radiyallahu anhu qal: شهدنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. Hadithi e transmeton sahabiu i nderuar Anas ibn Malik radiallahu anhu dhe thot se ishim të pranishëm në varimin e vajzës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do më thonë, këtu flitet për Ummu Kulthum radiallahu anha, vajza pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bashk shortja Uthman ibn Affanit radiallahu anhu, kishte vdek. Dhe thot Enesi radiallahu anhu, ishim të pranishëm në varimin e vajzës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte ulur pran varit. Dhe thot Enesi radiallahu anhu, un pash syt e tij të mbushur me lot. Pash, do të thonë i vrejta, syt e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të mbushur me lot. Dhe ai tha: a ka donjë prej jush që nuk ka pasur marrëdhënie bashkëshortore sonte? Atëherë Ebu Talha radiallahu anhu tha: unë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: zbrit pra ti në varin e saj për ta vendosur trupin. Atëherë zbrit pra ti në varin e saj për me vendos, do më thonë, trupin e saj në var. Ky hadith e transmeton, është në rregull. Ky hadith e transmeton Imam el-Bukhari rahimahullah. Këtu Sheikh Zejdi rahimahullah në shpjegimin e këtij hadithit thot se ky hadith është argument se është e lidhshme që njeriu me çajt, me derdh lot, do më thonë, për të vdekurin, dhe me qenë po ashtu, do më thonë, edhe i mërzitur ose me thonë i pikluar. Dhe kjo nuk ka kundërsaj asgjë, por është bile edhe mëshirë që Allahu subhanahu wa ta'ala e vendos në zemrat e robërve të tij. Por ajo që nuk bën dhe është prej veprave të gjahilijetit, është, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, të çajturit për të vdekurin duke ngritur zërin shumë, dhe po ashtu edhe duke i numruar virtytet e të vdekurit. Ishte kështu, ishte ashtu, e kështu më radhë. Kjo nuk bën që të çajnë, qofshin ato burra ose gra, me zë të lartë, dhe nuk bën, do më thonë, t'i numrojnë virtytet ose të mirat e të vdekurit.
Kjo do më thonë nuk lejohet dhe, thot Shekhu Shekh Zejdi Rahimahullah, është prej ose nga veprat e gjahiljetit. Është do më thonë nga veprat e gjahiljetit. Dhe thot Shekhu Shekh Zejdi Rahimahullah, se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, lejse minna men shaqqa al-gjujub, wala men latama al-khudud, wala men da'a bi da'wa al-jahilija. Nuk është nga nesh, ai i cili i gris rrobat e tij nga piklimi dhe mërzitja, do më thonë që ka goditur sprova, e as ai i cili godit faqet e tij, edhe as ai i cili lutet me lutjet e gjahiljetit. Pra, nga lutjet e gjahiljetit dhe traditat e tyre kanë qenë, thot Shekhu Shekh Zejdi Rahimahullah, që ato pas vdekjes, duke qenë gjenazja në shtëpi, fillojnë do më thonë në shumica e rasteve dhe zakonisht e bëjnë grad një gjë e tillë, fillojnë do më thonë të bëjnë një farë lloj të ne këtu e përdorim renditje, t'ja rendisin do më thonë të mirat, virtytet, do më thonë sjelljen e tij, moralin e tij, veprat e tij do më thonë t'ja përmendin. Kjo do më thonë është nga veprat e gjahiljetit dhe nuk ka të bëj asgjë me fenë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe, thot Shekhu Shekh Zejdi Rahimahullah, se këto veprime, goditja e faqeve, ngrisja e petkave, ose me lutjet e gjahiljetit, janë do më thonë nga mekate të mëdha. Janë nga mekate të mëdha. Dhe ka thonë po ashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam, an-naihatu idha lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm al-qiyamati alayha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab. Do më thonë, vajtuesja, dhe kjo është do më thonë në shumica e rasteve, po kjo nuk do thotë se burrat nuk janë të përfshim në këtë kërcënim këtu. Se edhe vajtuesi, nëse është burr, nëse nuk pendohet para se të vdes, do të ringjallet ditën e kiametit e veshur me rroba prej katranit dhe me një këmishë të zgjebosur. Dhe padyshim do të thonë se kjo është do të thonë një dënim të ashpër dhe një kërcënim të ashpër do të thonë për ata që bëjnë do të thonë veprime të tilla, veprime të gjahiljetit. Kurse thot Shekhu prap kthej Shekh Zejdi Rahimullah, sa i përket të qajturit që me derdh syri lot dhe ti do më thonë njeriu i pikluar dhe i mërzitur, për këtë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi. Kjo është do më thonë mëshirë që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka vendosur në zemrat e robërve të tij. Edhe po ashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, inna Allaha la yu'adhibu bi dam'i ayn, do më thonë Allahu nuk e dënon robin e tij për shkak që loti i tij, syri i tij derdh lot, wala bi huznil qalb, e as për që është i mërzitur në zemrën e tij, por e dënon domethënë edhe ka treguar me shenjë ka hjuha, që me tregu domethënë se kur njerëzit bëjnë veprime të gjahiljetit, duke i renditur domethënë të mirat të vdekurit, për këtë domethënë njeriu merret në përgjithësi dhe është i përfshim domethënë në këtë kërcënim të ashpër. Pastaj këtu e shohim se pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke qëndruar domethënë pranvarit të bijës së tij Kulthumit radhiyallahu anha, pyeti domethënë, a ka dikush për ju që nuk ka pas marrëdhënie bashkëshortore sonte? Atëherë Abu Talha radhiyallahu anhu tha, unë jo domethënë. Kjo thot Shekh Zejdi Rahimahullah, kjo tregon domethënë se me vendos trupin e grave në varr, kjo është punë e burrave. Kjo është puna, domethënë detyra e burrave, sepse gratë asesi as nuk e kanë të lejuar me përcjell xhenazën, e jo me fut domethënë gruan në varrin e saj. Dhe më e mira, ose më e preferuara është që ai i cili e fut e vendos trupin e gruas në varr, me qenë domethënë nga mahremet e saj, por nuk është kusht. Sikurse këtu, Abu Talha radhiyallahu anhu ishte njëri i huaj. Ishte njëri i huaj sa i përket në lidhje me Kulthumit radhiyallahu anha. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, "Fanzil fi qabriha."
zdryp domethënë në varrin e saj dhe vendoset trupin e saj. Që do thotë domethënë nuk është kusht, është më mirë, më e preferuar, por fundi domethënë nuk është kusht. Dhe ky është Ebu Talha radiallahu anhu, i cili në Medinë i bënte varezat me lehdun. Ky është domethënë ai, që bënte varezat me lehtun, që do të thotë domethënë kanë thënë dietarët në shpjegimin e këtij hadithit se Ebu Talha ishte dhe nga ata që kishte domethënë njohuri për vendosjen e xhenazës edhe kështu me radhë. Do thonë ishte njeri që kishte eksperiencë në këtë drejtim. Nuk e bënte domethënë një gjë e tillë për herë të parë. Prandaj domethënë, nëse ndodh situata dhe hyn në varr dikush që nuk është mahrem, s'ka gjë. Jo aty të kapeni edhe mi thënë dil prej varrit, ti kështu, ti ashtu me botë madhe. Kjo domethënë, ky hadith është në Buhari dhe është argument i prerë domethënë se një gjë e tillë është e lejuar. Pastaj hadithi i radhës 554 thot Ibn Abdul Hadi an Anas radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akhadha ar-ra'yata Zayd fa usib thumma akhadhaha Ja'far fa usib thumma akhadhaha Abdullah ibn Rawaha fa usib wa inna 'aynay Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam la tadrifan thumma akhadhaha Khalid ibn Walid min ghayri imratin fa futiha lahu rawahu al-Bukhari. Ky hadithi 554 e transmeton Enesi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tregon sahabëve ridwanullahi alejhim se çka ka ndodhur domethënë në luftën e Mu'ta. Domethënë në luftën e Mu'ta se çka ka ndodhur. Lufta e Mu'ta është domethënë një vend afër Shamit ose në fillim të Shamit. Shkaku i kësaj luftës, sepse këtu i erdhi pejgamberit alayhi salatu wasalam shpallje nga Allahu subhanahu wa taala, ku i u tregua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se në luftën e Mu'ta janë vrar këto 3 sahabi. Këto 3 nga sahabët ridwanullahi alejhim janë vrar. Do me thonë, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, Zejdi e mori flamurin dhe u vra. Pastaj e mori Gjaferi dhe u vra. Pastaj e mori Abdullah ibn Rawaha dhe u vra. Dhe këtu tregon Enesi dhe sytë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam po rridhnin lot. Do thonë duke treguar për këta 3 sahabi ridwanullahi alejhim, pejgamberi alayhi salatu wasalam në Medinë, syt i rrethshin lot sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, pastaj e mori flamurin Khalid ibn Walid, pa qenë i caktuar si komandant. Kjo pa qenë i caktuar si komandant nga ana e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Domethënë se pejgamberi alayhi salatu wasalam i caktoi me këtë renditje sipas marrjes së flamurit në dorë. Domethënë u tha, një herë e merr Zejdi ibn Haritha radiallahu anhu flamurin. Nëse vritet ai, e merr flamurin Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu. Nëse vritet ai, atëherë e merr Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhum. Dhe kjo ka qenë për herë të parë që në një ekspedit me caktu pejgamberi alayhi salatu wasalam, do më thonë 3 prijes. Do thonë një kosisht, po njëri pas tjetrit. Nëse vritet ky, e merr ky. Nëse vritet ky, e merr ky. Dhe në fund të thotë, nëse vriten të 3, do më thonë, atëherë ata e vendosin në mesin e tyre njënin, do më thonë, për komandant. Dhe kjo ka ndodhur, do më thonë, që në mesin e tyre e kanë vendosur që të jetë komandanti i tyre Khalid ibn Walid radiallahu anhu. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu i dha atit fitoren. Allahu i dha Khalidit radiallahu anhu fitoren. Kjo ghazwatu Mu'ta
kur pejgamberi alayhi salatu wassalam dërgoi një letër, dërgoi një dërguar me një letër tek mbreti i Busra, që me eftu me thirr në Islam. Rrugës duke shkuar atje në Mu'ta e vran të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam në Mu'ta disa njerëz, në mënyrë tradhtare. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam caktoi dhe vendosi domethënë me dërgu ushtri. Me dërgu ushtri domethënë dhe ishin 3000 ushtar. 3000 ushtar. Dhe prandaj disa nga sahabët ridwanullahi alejhim, si që është edhe Buhurejra radiallahu anhu, e kanë përmend këtë si ghazwa. Se ghazwa zakonisht i thuhet kur merr pjesë edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kur e dërgon një ekspedit pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe nuk është ai pranishëm aty, i thuhet seria. Atëherë kupton dëgjuesi kur thuhet seria se s'ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam i pranishëm. Kur thuhet ghazwa, ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam i pranishëm. Por këtu disa nga sahabët e kanë quajtur ghazwatun. Edhe dietarët kanë thënë, siç e thotë Sheikh Arafati hafidhahullah në historinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, se e kanë quajtur ghazwa për shkak numrit të madh. Se zakonisht domethënë ato seria kanë qenë numër 200, 300 deri 500 ushtar. Për herë të parë domethënë ishte një seria me kaq numër të madh, 3000 ushtar. Po barakallahu fikum, romakët ishin 200.000 ushtar. Romakët ishin, qafirat ishin 200.000 ushtar. Prandaj Ebu Hurejra radiallahu anhu thot, kur shkum në Mu'ta dhe e pam gjithat ushtri të qafirave, është mahnitur nga numri i madh 200.000 ushtar për balë, me 3.000 ushtar. Por Thabit ibn Akram radiallahu anhu i thot, apo çuditesh me këtë numër të madh? Edhe në luftën e Bedrit ishim pakiz dhe me numër të vogël, qoftë në ushtar, qoftë në përgatitje ushtarake. Po ne nuk luftojmë me numër. Ne luftojmë me tauhid ndaj Allahu subhanahu wa taala dhe bindje ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe duhet me e pa këtu, Ebu Hurejra radiallahu anhu, kur ka hyrë në Islam? Am Fath el Khaybar, viti kur është çliruar Khajberi. Viti kur është çliruar Khajberi është viti 7 sipas hijretit. Kjo lufta Mu'ta është në vitin 8. Do me thonë, pas një vjet e gjymës, afër një vjet e gjymës, Ebu Hurejra radiallahu anhu shkon në rrugën e Allahu subhanahu wa taala me luftu. Dhe me fliju edhe atë që ka më të shtrenjtën. Kjo tregon për ikhlasin e këtyrve burrave dhe sidkun e këtyrve burrave. Po ajo çka është edhe më e mahnitshme, Khalid ibn Walidi radiallahu anhu, që thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu i dha atit fitore, ishte që ishte musliman 2 muaj e ca ditë. Mas 2 muaj, se përmendet se në vitin 8, në fillim të vitit 8, në muajin Safar, ka ardhur Khalid ibn Walid nga Mekja në Medinë me pranu Islamin. Në Jumada al-Ula, që është mas 2 muaj, shkon në Mu'ta me luftu në rrugën e Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo tregon sinqeritetin e këtyre burrave, se kanë hyrë në Islam me plot sinqeritet, jo me intriga dhe me nifak, dhe me kërku pozita dhe çështje të dunjas. Kjo tregon do thonë sinqeritetin e këtyre burrave. Do thonë mas 2 muaj musliman duke qenë, mas 2 muaj shkon përballohet me 200.000 kufar. Me 200.000. Dhe syri nuk u trembet. Se ishin të shkolluar në medresen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
zemra të mbushura me tauhid dhe iman dhe pasim të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, dhe shikoni barakallahu fikum, Zeid ibn Haritha radiallahu anhu. Zeid ibn Haritha radiallahu anhu. Kush është ky burr? Ridwanullahi alaihi. Ky është ai njeri i cili e adoptoi pejgamberi alayhi salatu wasallam në fillim në Mekë. Do me thonë ishte rob, ishte skllav. Islami e liroi. Dhe jo vetëm kaq, në këtë luftë me kaq do me thonë jetë madhe, ai u bë prijesi i parë, komandanti i parë. Shikoni se si Islami e ngren njeriu, do me thonë. Duke ardhur, do me thonë, si rob dhe e blejti Khatija radiallahu anha, e blejti si rob, si skllav, e lirun dhe në Ghazwatu Mu'ta u bë komandanti i parë. Pastaj Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu e bori njerë hijretin në Habesha. Nga Habesha në vitin 7, kur u çlirua Khajberi, në momentet e çlirimit të Khajberit, erdhi Ja'far nga Habesha. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam kur e pa, tha, nuk di për çka më shumë të gëzohem. A të gëzohem më shumë për çlirimin e Khajberit ose për ardhjen e Ja'ferit radiallahu anhu. Ishte biri i agjës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mas Khajberit, deri Mu'ta për afërsisht një vjet e gjymës, shkon si komandant i dytë të ushtrisë muslimane. Jo do më thonë me i çuk të atjerit, e ne familja jonë do më thonë, mos digjet, mos preket. Shkoj Ja'far edhe Zeidi, që është quajtur do më thonë, i dashurit të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe ma vonë, kur pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka pa Usame ibn Zeid, çdo herë kur e ka pa, do të thonë, ka çajt pejgamberi alayhi salatu wasallam, se është kujtu për babain e tij, Zeid radiallahu anhu. Prandaj thotë Sheikh Arafati hafidhahullah, është quajtur kjo ushtria Gjejshul Umara. Ushtria do më thonë e prijesve. Prijesi i parë Zeidi, prijesi i dytë pastaj Ja'far, prijesi i tretë Abdullah ibn Rawaha. Edhe Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhu, që ka qenë el Ansari, kur janë afru të Mu'ta u ka ardhë lajmi se ata janë aqe për balë 200.000 ushtarë. Kanë thënë, a ti qëjmë letër pejgamberit alayhi salatu wassalam, se si të veprojmë. Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhu ka mbajt një fjalim të fuqishme aty. Ka mbajt një fjali të fuqishme. Edhe është përmend se Gjaferit radiallahu anhu ja kanë pre njënën dorë, qafirat. E ka kap flamurin me dorën e majt, ja kanë pre edhe dorën e majt, e ka kap me të dyja dorë flamurin e tauhidit dhe kanë vra. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë, Ja'far at-Tayyar ennehu yatiru fil janna. Allah ka shpërblyer këtë sahabit që me fluturu në xhennet, si kompenzim të asaj që kanë prej duart në rrugën e Allahu subhanahu wa ta'ala. Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu. Khalid ibn Walid radiallahu anhu thot, dhe ajo është në Sahih al-Bukhari, se në ditën e Mu'ta, 9 shpata i kam thy. Dhe në fund nuk më mbetin dorë vetëm se një metal nga Jemeni. 9 shpata i kam thy në rrugën e Allahu subhanahu wa ta'ala. Paramendo, 2 muaj musliman duke qenë. Jo me pretendu selefi me vite, edhe me bo gënjeshtra, me bo intriga, me bo manipulime, me bo shantazha, e ku e di kështu me rasa. Kjo është sinqeritet. Ky është sinqeritet, do më thoni, plot. Me e pranu islamin në tërsi, edhe me qeni gatshëm që çdo gjë me sakrifiku për fenë Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot, 9 shpata i kumë thy. Në fund s'kisha mo, do më thonë, as gjë tjetër në dorë, vetëm një metal prej metaleve të Jemenit. Këtu, në këtë ditë, do më thonë, të dyja pale kanë pasu, do më thonë, në humbje të mëdha. Po ajo që ka bëri Khalidi radiallahu anhu dhe që tregon mençurinë e tij dhe përgatitjen e tij, ishte çështja, do më thonë, që boni rotacion të ushtrisë. Dhe kjo
u futi në zemrat e qafirave frikë të madhe, edhe ata ikën. 200.000 ushtar, ikën. Se menduan u erdhi muslimanve për forcim. Se Khalidi ata që ishin ushtarat në anën e majt, i vendosin anën e djathtë. Ushtarat që ishin anën e djathtë, i vendosin anën e majt. Ata që ishin përballë, i vendosin mas. Ata që ishin mas, përpara. Kur qafirat u përballun me këto ushtar, pan fytyra të reja. Pan fytyra të reja që nuk i kishin parë gjatë luftës. Edhe u tremban atëherë. Edhe me 200.000 ushtar u kthyn. Atëherë Khalidi radiallahu anhu pati mundësinë ta kthejnë pjesën më të madhe të ushtrisë në Medinë. Dhe kjo ta kthesh ti ushtrinë, domethënë pa me pas të dëmtuar me shumicë, ta kthesh domethënë kjo tregon domethënë se ka qenë i jashtëzakonshëm domethënë në luftra dhe në taktikë që ndërlidhet domethënë me luftrat ridwanullahi alejhim. Kur ka treguar para se të vinë lajmi domethënë dhe para se të kthehen sahabët ridwanullahi alejhim nga Mu'ta, i erdhi pejgamberit alayhi salatu wasallam shpallja. Që domethënë janë vrarë të 3 komandantat dhe në fund e ka marrë flamurin Khalidi radiallahu anhu dhe Allahu subhanahu wa taala ka dhënë atij fitore, por këtu është qëllimi domethënë se pejgamberi alayhi salatu wasallam kur i ka përmend këto 3 sahabi ridwanullahi alejhim ka derdh lot. Ka derdh lot domethënë është mërzit domethënë se i ka dasht shumë. Si Zeidin, si Gjaferin, si Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhum. Dhe këthot Shejkhu Shejk Zeidi rahimahullah se është argument domethënë se lejohet domethënë me derdh lot domethënë dhe me qenë i mërzitur për shkak domethënë në vdekjes të dikujt domethënë të afërt ose të familjarëve ose të kujshive ose do një shok domethënë. Pastaj hadithi i radhës 555 thot Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah an ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية متفق عليه. Domethënë këtë hadith thot pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk është prej nesh ai i cili godit faqet e tij, i gris rrobat ose petkat dhe lutet me lutjeve të gjahilietit. Po ashtu hadithi radhës që është i përafërt me këtë hadith, an Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحزاب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. 4 gjëra, 4 çështje që janë në ummetin tim prej çështjeve të gjahiljetit. Nuk do t'i braktisin mburja me orgjinën, sharja e preardhjes së njeriut, kërkimi i shiut prej yjeve dhe vajtimin për të vdekurin. Vajtuesja, nëse nuk pendohet para se të vdes, do të rinjallet ditën e kiametit e veshur me rroba prej katranit dhe me një këmish të zgjebosur. Thot Sheikh Zeidi rahimahullah se këto 2 hadithe aludojnë domethënë në lidhje me veprat që janë të ndaluara dhe që janë prej veprave të gjahiljetit, prej të cilave është distancuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur njeriu domethënë i bën këto vepra, kur goditet me një sprov, vdekje, domethënë në familjen e tij ose dikush domethënë i afërt ose do një shok. Dhe kjo thot Sheikhu Sheikh Zeidi rahimahullah, në domethënë shumica e rasteve tek njerëzit. Nuk është domethënë tek të gjitha njerëzit që ata nuk do i braktisin, po domethënë fil aghlab, domethënë në shumica e rasteve domethënë është kjo e pranishme. Janë domethënë këto karakteristika, këto cilësi domethënë të pranishme, që është domethënë mburja me orgjinën, sharja e preardhjes së njeriut, këtu domethënë kur thojnë përgjigje kundër maqedoncave ose ai maqedonit. Kjo, ata duan domethënë me nënçmu. Sigur se duan me tregu se ata e paskën
orgjinën, ku e di çfarë orgjin pas kanë ata, kjo është prej etikës, prej moralit. Do thonë, flasin për moral, flasin për etik, flasin që e ta'nu fil ansab, do më thonë sharja e preardhjes së njeriut. A nuk shkrujnë ata? Ati Macedoncit, ose përgjigje kundër Macedoncave, kundër përgjigje ku e di çfarë gjëna? Kjo, ku është etika e juaj? Këta janë çështjet të xahilijetit. Prej çështjeve të xahilijetit, sharja e preardhjes së njeriut, ose nënçmimi, kërkimi i shiut prej yjeve dhe vajtimi për të vdekurin. Sa i përket, thot shehu Sheh Zejdi rahimallah, kërkimi i shiut nga yjet, është kjo sipas niyetit të njeriut, që mundet me qenë shirk i vogël, ose me kalu, do më thonë, edhe në shirk të madh. Ose me kalu, do më thonë, në shirk të madh. Kurse vajtimi për të vdekurin është, si që thamë, thot shehu Sheh Zejdi rahimahullah, që të ngritet zëri, duke qajt, dhe duke i numruar, duke i renditur, do më thonë, të mirat dhe virtytet e të vdekurin. Të gjitha këto janë, do më thonë, vepra e xahilijetit dhe janë, do më thonë, në këto dënimet të ashpra, kërcnohen, do më thonë, ata me këto dënimet të ashpra, që ajo, do më thonë, vajtuesja, në ditën e kiametit jetë e veshur me rroba prej katranit dhe me një këmishë, do më thonë, të zgjebosur. Pasaj hadithi radhës 557, thot ibn Abdul Hadi rahimahullah, an Abdillah ibn Ja'farin radiyallahu anhuma qal, لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. Tregon Abdullah ibn Ja'feri radiyallahu anhuma se kur erdhi lajmi për vdekjen e Ja'ferit, kur ai u vra në Mu'ta, pejgamberi alayhi salatu wasallam tha: pregadituni ushqim familjes së Ja'ferit. Pregadituni ushqim, bëni ushqim domethënë për familjen e Ja'ferit, sepse ata i ka prekur diçka që i ka angazhuar dhe i ka tronditur. Domethënë, pregadituni ushqim dhe tu aqoni domethënë ushqimin familjes së Ja'ferit, sepse ata i ka goditur diçka që i angazhon dhe i preokupon dhe i ka tronditur domethënë në rast i vdekjes së Ja'fer ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Kush e bën kët? Thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, pregaditja ushqimit domethënë bëhet domethënë nga familjarët e tij, ose nga kojshit, ose edhe shokët domethënë. Nuk është patjetër që me pas doni lidhje familjare që ti çosh ushqim domethënë atje te shtëpia e të vdekurit, po edhe me qenë shok ose kojshi, bon domethënë edhe e ka tregu pejgamberi alayhi salatu wasalam pse domethënë pregaditja ushqimit, ku qëndron domethënë shkaku dhe urtësia, faqad atahum ma yashghaluhum, domethënë janë prekur nga diçka që i angazhon dhe i ka tronditur. Domethënë vdekja e një antar të familjes. Atëherë ata domethënë janë të angazhuar, janë të mërzitur, atëherë bën domethënë dikush nga të afërmit ose të kojshive ose edhe të shokëve tu çojnë domethënë në ushqim. Dhe thotë Shehu Sheh Zejdi rahimahullah se ky është sunneti. Kështu është sunneti, që dikush domethënë tu çojnë ushqim familjes së të vdekurit. E është e kundërta, thotë Shehu Sheh Zejdi rahimahullah, që është në kundërshtim me sunnetin, që ata familja e të vdekurit, që ata domethënë të përgatisin ushqim, therin kafsh ose ushqim tjetër kështu me radhë, dhe pastaj ato t'i ftojnë, t'i thrasin njerëzit që të vinë të hajnë bukë. Kjo është e kundërta domethënë, e asaj që është domethënë në sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe është, thotë Sheikhu Sheh Zejdi rahimahullah, është minel bid'a, është bidat. Është bidat domethënë që familja e të vdekurit, që ata të angazhohen domethënë me ushqim dhe t'i thrasin njerëzit, edhe thotë shehu se kjo është njerëzit që kanë për obligim, për detyrë domethënë ta bojkotojnë
një gjë e tillë, do të thonë të mos e veprojnë, të mos e veprojnë. Sa ajo që duhet, do të thonë, ata tjerit është mirë të qenë ushqim. Edhe nuk bon, thotë Shejhu Shejh Zejdi rahimullah, nuk bon po ashtu edhe me bë pregaditje për ceremoni mortore. Nuk bon. Dhe me caktu 3 ditë ose ma shumë. Po ashtu edhe kjo nuk bon. Dhe është prej bidateve që është në kundërshtim me udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij ridwanullahi alaihim. Do të thonë, me caktu ceremoni martore dhe me caktu, do më thonë, në kohë të caktuar, vend të caktuar, thot shehu këtu, edhe me vendos si një lloj shatorit për shembull, që mi prit njerëzit 3 ditë, 5 ditë, 7 ditë, kjo do më thonë është prej bidateve dhe është në kundërshtim me udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij ridwanullahi alaihim. Pastaj hadithi i radhës dhe i fundit të këtij kapitullit, që realisht do të thonë shumë prej dietarëve e kanë dobësu këtë hadith që tash që do e mësojmë, por Ibn Abdul Hadi rahimullah ka përmend në këtë libër edhe ne do e lexojmë, por shumica e dietarëve do të thonë e shohin se është hadith i dobët dhe kështu me hadithe të dobta nuk punohet. عن ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا تظن أنها عرفها فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها من أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم. قال لعلك بلغت معهم الكدى. قالت معاذ الله أن أكون بلغتها قد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال لها لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. Tregon do më thonë Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhuma, dërsa ne po ecnim me të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam, ai sallallahu alaihi wasallam e vrejti një gru. Dhe sahabët ridwanullahi alaihim menduan do më thonë se ai nuk e njeh ato, nuk e njeh. Kur arriti në mes të rrugës, pejgamberi alaihi salatu wasallam u ndal derisa ajo ju afrua. Ajo ishte Fatima, vajza, bija e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi alaihi salatu wasallam i tha: "Kush të nxori nga shtëpia o Fatima?" Ajo tha, radiallahu anha, "Shkova te familja e këtij të vdekurit, u luta për mëshirë për ta dhe i ngushëllova për të vdekurin." Atëherë pejgamberi alaihi salatu wasallam i tha: "Ndoshta ke shkuar me ta deri te Kuda." Do thonë deri te Kuda ishte një vend i varimit, varezat ishin, një vend do më thonë, ku ishte me vareza, do thonë, ndoshta e ke përcjell gjenazën deri te varezat. Atër Fatima radiallahu anha tha, ma'adha Allah, Allah më ruajt, më mbrojt mua, do më thonë, nga një gjë e tillë. Të kem shkuar atje, pasi unë të kam dëgjuar, duke përmendur ti se, do më thonë, është ndaluar për gratë me e përcjell gjenazën. Atër pejgamberi alaihi salatu wasallam i tha, sikur të kishte shkuar me ta, deri atje, nuk do ta shihej xhenetin derisa ta shihte gjyshi babait tënd. Sikur të kishte shkuar atje, do thonë sikur se ta kishte përcjell gjenazën deri te varezat, nuk do e kishte pa xhenetin derisa ta shihte, do të thonë, gjyshi i babait tënd. Çfarë do thotë, do të thonë asnjëherë. Sepse gjyshi i pejgamberit alayhi salatu wasalam ka vdek do më thonë mushrik. Edhe mushriku s'ka me hy asnjëherë në xhennet, por vendin e ka përgjithmonë në zjarrin e xhehenemit. Megjithatë do më thonë, hadithi është i dobët dhe thot Shejhu Shejh Zejdi rahimullah këtu në shpjegimin e shkurtër që ka përmend, është do më thonë ky hadith përmban ndalesë që gratë mos i vizitojnë varezat dhe mos e përcjellin gjenazën deri te varezat. Për vetëm se
thot Shekhu Shekh Zejdi Rahimahullah, nëse vizita e varezave nga ana e grujës nuk shkakton fitne dhe nuk i friksohet domethën fitnes dhe me qenë shumë pak dhe shumë rrallë, atëherë disa prej dietarëve e kanë leju. Disa prej dietarëve domethën e kanë leju. Por thot shumica e dietarëve domethën nuk bojnë përjashtim. Domethën nuk e vendosin domethën parasysh a shkakton fitna, a nuk shkakton fitne, a ekziston rreziku i fitnes, a nuk ekziston. Nuk e marrin këtë çështje parasysh domethën, por e ndalojnë domethën absolutisht vizitën e varezave në bazë të hadithit ku ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, la'ana Allahu za'iratil qubur. Allahu i ka mallkuar domethën ato gratë që i vizitojnë varezat, që i vizitojnë domethën varezat. Megjithatë domethën hadithi është i dobët, por shehu tha domethën mendimi i një pjesë të dietarëve është domethën që bon donjëherë rrallë herë domethën që gruaja me vizitu domethën babain e saj ose do një fëmijë që ka të vdekur për shembull, ama kjo me qenë domethën shumë rrallë dhe domethën që me pas parasysh domethën veshjat jetë në rregull e kështu me radhë. Pastaj kapitulli i radhës dhe i fundit në librin e gjenazave, thot Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah, babun fi ziyarati al-quburi was-salami wad-du'a. Kapitulli rreth vizitimin e varezave, dhënien e selamit dhe lutjen për të vdekurin. Hadithi 559 thot Ibn Abdul Hadi an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawarat al-qubur. Domethën transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i ka mallkuar gratë që i vizitojnë varezat. I ka mallkuar domethën gratë që i vizitojnë varezat. Dhe thot Shehu Shekh Zejdi Rahimullah, kjo është domethën siç e përmendëm pak më parës, është domethën një kërcënim të ashpër për gratë domethën që i vizitojnë varezat. Për vetëm se domethën ajo që u përmend, po më e sigurt është domethën mos me shku. Pastaj hadithi i radhës 560, po ky hadith domethën tregon se gratë e kanë të ndaluara. Se realisht domethën Ibn Abdul Hadi rahimullah në titullimin e kapitullit thot babun fi ziyaratil qubur, kapitulli në lidhje me vizitimin e varezave. Po këtu tregon domethën që disa e kanë të ndaluar vizitën e varezave dhe ato janë domethën janë gratë. Por ajo që është e ligjshme dhe lejume është domethën për burrat. Dhe tash e shohim në hadithin 560 an Burejda radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha wa nahaytukum an luhum al-adahi fawqa 3 famsiku ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاه فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. رواه مسلم. Ky hadith që pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë ju a kam ndaluar vizitimin e varezave. Vizitën e varezave ju a kam ndaluar, do thonë kjo për burrat. Por tani vizitoni ato. Por tani domethën u a ka leju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu ju a kam ndaluar të hani mishin e kurbaneve ma shumë se 3 ditë. Por tani domethën mundeni ta mbani mishin sa ta shehni ju domethën të arsyeshme. Kjo vizitimi i varezave në fillim, kur kanë qenë domethën në fillim të Islamit dhe çështja e shirku domethën ka qenë afër, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka ndaluar. Por kur janë forcuar zemrat, atëherë domethën u ka lejuar një gjë e tillë sepse si ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, ajo u përkujton juve ahiretin. Ajo, domethën vizita e varezave ja përkujton njeriu ahiretin dhe me ditë domethën se çka e pret. Dhe siç e thotë Sheikh Zejdi rahimullah, ndoshta mundet me qenë disa çaste domethën që e ndan njeriu domethën nga
kjo shtëpi do më thonë, që duhet me përkujtu vetën do më thonë se këta që janë në këto vareza, e në ata kanë qenë të gjallë dhe ku kanë përfundu. Dhe çka e pret edhe ato? Që me u pregadit, thot Sheikh Zejdi Rahimullah, që të jetë ky përkujtim do më thonë me u pregadit robi me vepra të mira. Me u pregadit robi do më thonë që me bë do më thonë vepra të mira. Se ato janë të cilat i bëjnë njeriut dobi në ahiret. Po ashtu, të çështja u a kam ndaluar do më thonë të hani mishin e kurbaneve ma shumë se 3 ditë dhe tani mundeni ta mbanin shtëpi sa keni do më thonë nevojë. Kjo përmendet do më thonë se ka qenë në fillim në Medinë, kur do më thonë ka qenë një farloj në Badia, ku kanë qenë beduinët do më thonë, ka pas do më thonë një krizë për ushqim, edhe atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë nxitje për muhajirun dhe ansar do më thonë që kurbanet e tyre do më thonë me u adhën do më thonë njerëzve e mos me imbajt ma shumë se 3 ditë në shtëpi. Edhe po ashtu të çështja e pijeve do më thonë që bëhen do më thonë kur përzihet ujti me hurmat ose ujti me rushin. Në fillim do më thonë u a ka leju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në disa enë të caktuara. Por ma vonë do më thonë e ka leju në mënyrë të përgjithshme, përderisa ai ujti do më thonë nuk bëhet dehës. Kur bëhet dehës, do më thonë në momentin që kalon në dehje, atë nuk bën me e pi, qoftë pak ose shumë, siç e thotë Sheikh Zejdi Rahimahullah në shpjegimin e këtij hadithit. Pastaj hadithi radhës, an Aisha radhiyallahu anha anha qalet: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana leylatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل البقية الغرقد رواه مسلم. Tregon nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha kur pejgamberi alayhi salatu wasallam e kishte natën me qëndru te ajo. Atëherë zakonisht dilte pejgamberi alayhi salatu wasallam gjatë natës dhe shkonte te varezat e El Baqi'. Janë ato varezat do të thonë që janë afër xhamisë së pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe aty janë shumica e sahabëve ridwanullahi alehim të varrosura. Prej atyre do të thonë është edhe transmetuesja e hadithit nëna besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, bashkëshortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është e varrosur do të thonë në Baqi' el-Gharqat, te ato vareza. Aty është i varrosur do të thonë edhe Uthmani radhiyallahu anhu dhe shumë të tjerë do të thonë nga sahabët ridwanullahi alehim. Tregon Aisha radhiyallahu anha, shkonte do të thonë te varezat pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe këtu kuptohet prej hadithit se ajo e ka përcjell. Se si mundet me di se çish ka thon pejgamberi alayhi salatu wasallam kur ka qenë pranë varezave, për vetëm se nëse ajo e ka përcjell. Kur ka mritë varezat, e ka bë këtë dua. Assalamu alaikum dara qaumin mu'minin. Wa ataakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna inshallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahli al-baqi'ati al-gharqat. Do të thonë ka dhënë selam dhe është lutur do të thonë për ata. Kjo është një formë. Forma tjetër është hadithi i radhës 562 an Sulejman ibn Burejda an abihi قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. Sulejman ibn Burejda transmeton nga babai i tij, edhe këtu ka përmend Ibn Abdul Hadi rahimahullah se hadithi është në Sahih Muslim. Po e ka përmend domethënë edhe domethënë Sulejmanin, pastaj babain e tij, se me transmetu djali nga babai i tij është perl. Kjo llogaritet domethënë në shkencën e hadithit perl. Do të për dikush perla është makina, shtëpia, me gjet një punë, ku e di çfarë sene e gjana? Jo. Te selefat ridwanullahi alehim ka qenë perl këto gjana, do të thonë hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe këto sinxhire në hadithet e pejgamberit
alayhi salatu wassalam. Edhe e kemi përmend në të kaluarën se selefët ridwanullahi alehim i kanë thënë njërin tjetrin, a mos duash të t'japun një dhuratë. Edhe çka ka qenë dhurata, ja ka tregu një hadith. Ja ka tregu një hadith. Do thonë ne sonte sa hadithe mësum. Sa hadithe mësum, tan dhurata për neve. Barakallahu fikum. Selefët ridwanullahi alehim për këto hadithe kanë udhëtu domethënë në natë e ditë dhe e kanë rreziku jetën e tyre që me mrit e këto hadithe dhe me mësu dhe me i transmetu. Ne me gjithë këtë komoditet, walillahi alhamd, dhe prandaj kjo kërkon domethënë në mirënjohje dhe falënderim dhe Allahut subhanahu wa taala. Domethënë thot Burejda radiallahu anhu se pejgamberi alayhi salatu wassalam u mësonte sahabëve ridwanullahi alehim duan kur shkojshin domethënë të vizitonin varrezat, e cila ishte assalamu alaykum ahla ad-diyar min al-mu'minin wal-muslimin wa inna inshallah bikum lahiqun nasallallahu lana wa lakum al-afia. Do thonë jep selam dhe po ashtu thot ne do të bashkohemi juve nëse do Allahu subhanahu wa taala kur vjen exheli jon, edhe luteshën domethënë për falje dhe mbrojtje. Pastaj hadithi tjetër që po ashtu tregon një formë tjetër kur njeriu viziton varrezat dhe bën me bë këtë lutje. Thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah ibn Abbas radiyallahu anhu قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. Tregon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka kaluar pranë varrezave të Medinës dhe është drejtuar në drejtimin të tyre. Edhe kjo tregon domethënë që kur u ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wasallam selam, është drejtuar domethënë ka drejtimi ku janë varrezat. Edhe u ka dhënë selam, edhe është lutur domethënë për falje për të gjallit, për ata dhe për të vdekurit, dhe u ka thënë ju jeni të parët tanë dhe ne jemi pas jush. Domethënë kur vjen exheli jon, atëherë domethënë vim pas jush. Thotë Sheikh Zejdi rahimahullah se këto tri hadithe domethënë aludojnë se është e ligjshme vizita e varrezave dhe po ashtu dhënia e selamit dhe të lutesh për to. Dhe të lutesh domethënë për to. Pra domethënë Sheikh Zejdi rahimahullah thotë mjafton njënën formë me e thënë. Do thonë ose formën që ka transmetuar nëna besimtarve Aisha radiallahu anha, ose që ka transmetuar Burejda radiallahu anhu, ose Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu. Do më thonë, nuk është patjetër ti kur shkosh të varrezat të tref, do më thonë transmetimet ti përmendish. Jo, e bën njënën edhe mjafton. Edhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah, do më thonë, as nuk lexon Kur'an të varrezat, as nuk qëndron gjatë të varrezat. Nuk është prej sunetit me qëndru gjatë të varrezat. Por, thot Sheikhu, u jep selam, lutesh për to, edhe largohesh. Hadhihi hiya sunnah. Kështu është suneti. Do më thonë, jo me qëndru gjatë, si Hasan el-Benna, el-Ikhwani, kur ka shku, do më thonë, me kilometra ka udhëtu, do më thonë, edhe o shullur atu të varrezat e ku e di çfarë njerëzve atje në Egjipt, edhe kanë nejtë, do më thonë, me orë të tëra. Janë veprimet e sufistave, e sufive. Nuk janë veprimet e selefu salih, ridwanullahi alehim. Do më thonë, e sunna është, me u dhënë selam, të lutesh për to, dhe largohesh. Hadhihi sunna, qoftë kjo vizit, thot Sheikh Zejdi rahimullah, gjatë natës ose ditës. Bën, do më thonë, bën, edhe gjatë natës me shku, si e ka vepru pejgamberi alayhi salatu wassalam, që e tregon Aisha radiallahu anha, kur ishte gjatë natës, shkon të pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe vizita e varrezave, thot, për burrat, thot Sheikh Zejdi rahimullah, përmban do më thonë vlerë të madhe dhe ndikim të mirë të muslimani. Do thonë ndikim të mirë të muslimani, ai i cili ka zemrën të gjallë. Ai i cili ka zemrën të vdekur, nuk ka ndikim të mirë. Nuk merr ai këshill dhe përkujtim. Dhe nuk përkujtohet do më thonë në lidhje me varin dhe ahiretin e kështu me radhë. Po ai i cili ka zemrën të gjallë, përkujtohet do më thonë si ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam,
tudhakkiru al-akhirah. Do të thonë vizita e varrezave ja përkujton njeriu do të thonë në ahiretin. Pastaj hadithi i fundit në këtë kapitull është hadithi Aishës radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu al-amwat fa innahum afdau ila ma qaddamu. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, mos ofendoni të vdekurit, mos i ofendoni të vdekurit, sepse ata janë përgjegjës për veprat që kanë kryer më parë. Do të thonë ato do merren në llogari, do të thonë për veprat që kanë bërë deri në vdekje. Do të thonë mos i shani, mos i ofendoni. Edhe në një transmetim tjetër që e transmeton Imam Ahmedi dhe po ashtu Imam Tirmidhi, nga Mughira ibn Shu'ba radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu al-amwat fa tu'dhu al-ahya. Mos i ofendoni, mos i shani të vdekurit, sepse kështu i lëndoni të gjallit. Do thonë familjarët e atij personit. I lëndoni, do të thonë nëse ti ai ofendon babajnë e tij, vllajën e tij vdekur, migjën e tij e kështu me radhë, e kjo ndodh do të thonë që ai me ndje veten të lënduar dhe të ofenduar, do të thonë ai gjallin. Sepse thot Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah, llogaria e tyre, e të vdekurve, është te Allahu subhanahu wa taala. Por këtu përjashtohet, thot Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah, përjashtohet nga kjo do të thonë që mos me i ofendo ose mos me i përmend të vdekurit kur e kërkon nevoja. Kur e kërkon nevoja, bën do të thonë me përmend të vdekurin dhe me paralajmëru nga ati. Si për shembull thot Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah, ai ka lënë pas vete libra me devijime, me bidate, ka lënë fjalë, kaseta e të ngjashme që përmbajnë do të thonë devijime dhe rëshqitje dhe gabime. Atëherë dietari që me i mbrojt njerëzit nga bidati dhe nga devijimet, këtu është e lejume dhe e liqme me përmend atë filanin dhe fistekun, me emër dhe mbi emër, dhe me paralajmëru. Dhe kjo nuk hyn te kjo do më thonë. Mos i përmendni të vdekurit ose mos i ofendoni të vdekurit, sepse ato kanë përfundu tek ajo që kanë vepru. Jo do më thonë, këtu është përjashtimi dhe kjo është do më thonë rruga e ehlu sunna wal jamaa, që ata i marrin të gjitha hadithet dhe pasaj veprojnë. Jo vetëm e marrin një hadith, edhe të tjerit me anashkalu, edhe me i ndërtu gjykime do më thonë dhe regullat bë një hadith, ose 2 hadithe. Kurse 5 hadithet të tjera ose 10 hadithet të tjera me anashkalu. Jo, njerëzit të sinqert i morin do më thonë të gjitha hadithe dhe vinë do më thonë pastaj në përfundim. Pra do më thonë lejohet kur e kërkon do më thonë nevoja, dhe kjo paralajmërimi dhe përmendja ati të vdekurit, si pasojë të devimeve dhe bidateve dhe gabimeve që ka pas, kjo është do më thonë nga aspekti i këshillës, do më thonë këshillës dhe qiltërsis ndaj muslimanve, që me paralajmëru do më thonë nga librat e filanit, nga fjalët e filanit, nga kasetat e filanit, nga mendimet e filanit, e kështu me radhë do më thonë, që të mbrohen do më thonë muslimanët të gjallë, nga devijimet e atit personit. Dhe kështimi në fund të këtij kapitullit, dhe biidhnillahi taala në mësimin e radhës do e fillojmë do më thonë me Kitabu Zaka, libri do më thonë i zakatit. E lusë Allahun subhanahu wa taala me na dhënë sinqeritet dhe qëndrueshmëri. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.